Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë një arenë emocionesh të forta, por ka momente kur loja kalon në një territor të ndjeshëm, aty ku fjala nuk është më strategji, por peshë që rëndon mbi njeriu. Një nga këto momente ishte qëndrimi i ashpër i Olta Gixharit ndaj banorëve, veçanërisht në mënyrën si u trajtua Fjolla. Toni i Olta Gixharit ishte i prerë, i ftohtë dhe pa asnjë filtër. Një ashpërsi që ndoshta në lojë shihet si forcë, por në këtë rast u perceptua si mungesë empatie. Sepse këtu nuk bëhej fjalë vetëm për një debat apo një strategji loje, por për një njeri që ka kaluar shumë, në vend që banorët të tregonin mirëkuptim dhe ta ndihmonin Fjollën. Ndodhi e kundërta. Ata u mblodhen rreth saj jo për ta mbështetur, por për ta rënduar edhe më shumë situatën. Dhe kjo ishte ajo që e bëri gjithë skenën të dhimbshme për publikun. Një njeri i vetëm përballë shumë zërave, të gjithë e dinë dhe e thanë edhe vetë që Fjolla ka kaluar një pjesë të jetës në errësirë. Ka kaluar periudha të vështira, ka luftuar me veten dhe sot është aty si një shembull që dikush mund të ringrihet. Tani që më në fund e ka marrë veten, që ka gjetur forcë për të qenë pjesë e kësaj loje dhe për të përballur me kamera, opinion publik dhe presion ekstrem, ajo që meritonte ishte respekti minimal njerëzor. Por në vend të kësaj, Fjollës iu vërsulën. Me fjalë, me qëndrime, me gjykime. Dhe kjo nuk ishte më Big Brother si lojë, ishte turm kundër individit. Një moment ku loja humbi ndjeshmërinë dhe fitoi vetëm ashpërsia, Olta Gixhari, si figurë me peshë dhe përvojë, kishte mundësinë ta përdorte zërin për të qetësuar, për të balancuar situatën, për të treguar se forca e vërtet nuk është të shtypësh, por të kuptosh. Por zgjedhja e saj për një ton të ashpër u pa nga shumë kush si shembull i gabuar, sidomos në një format që ndiqet nga mira njerëz. Publiku nuk po kërkon që Fjolla të trajtohet me privilegj. Publiku kërkon drejtësi, empati dhe kufi. Sepse një gjë është ta kritikosh dikë për lojën tërë.